Si qytetare e Republikës Shqipërisë dhe si zyrtare publike, e shikoj këtë si një proces i cili jam shpresë plot që do të jetë i bazuar mbi transparencën. Shkruar nga Adrian Thano. Fatos Tarifa ka publikuar një letër. Është një letër e ndershme, e guximshme dhe e nevojshme. Pika më e fortë e saj është goditja e libisë Republika e Prokurorëve. Në Shqipëri realisht rreziku nuk është prokuroria e fortë, por politika e paprekshme. Autori flet shumicës nga brenda shtëpisë, flet si socialist. Kjo e bën letrën më të rëndë politikisht. Nuk është sulm opozitar, por një thirrje për ndërgjegjen e deputetëve të mazhorancës. Ktu qëndron dhe kufizimi i saj. Supozon se deputetët kanë liri vote. Nuk e kanë. Ata nuk lëvizen nga letrat morale. I gjithë sistemi aktualisht nuk vepron siç duhet, por siç i leverdis. A duhet të hiqet imuniteti Ballukut? Absolutisht po. Pa debat politik, pa teatër. Pse? Sepse askush nuk mund të jetë mbi hetimin, sidomos një zëvendës kryeministre. Nëse Balluku është e pafajshme, hetimi është shansi saj më i mirë për ta provuar. Nëse kuvendi e bllokon, pranon publikisht se pushteti mbron pushtetin dhe jo ligjin. Kryeministri rrezikon jo vetëm legjimitetin e gjithë narrativës, ne mbështesim drejtësinë. Opozita nuk rrezikon asgjë. Ajo ka zgjedhur kaosin, jo argumentin. Do bërtas, do ndes zjarre, por nuk vendos asgjë. Vendimi është i mazhorancës. Shkrimin e plot mund ta lexoni te Gazeta Dita.